Kompania më e madhe në botë e vajit të ullirit, spanjollja Deoleo, thotë se periudha e paqëndrueshmërisë shumë të lartë i ka lënë padyshim vendin kushteve më të qëndrueshme të tregut, duke përmendur rritjen e shitjeve në SBA. Cikli shumë kompleks i tregut i përjetuar midis viteve 2022 dhe 2024, i cili pati një ndikim të rënd, por të përkohshëm në industri, tani është lënë pas përfundimisht, tha shefi ekzekutiv i Deoleo, Cristobal Valdez për CNBC. Rreshjet e favorshme në vendet kryesore prodhuese përfshirë Spanjën kanë hapur rrugën për një rendiment të fortë global, tha Valdez, duke siguruar një furnizim më të fortë dhe të ekuilibruar. Përditësimi vjen ndërsa analistët ngrenë shqetësime në lidhje me perspektivën e furnizimeve globale të vajit të ullirit, që luhaten në mënyrë dramatike nga një sezon në tjetrin, veçanërisht kur çështje të tilla si ndryshimi i klimës, mungesa e ujit dhe sëmundjet vazhdojnë të jenë prezente. Deoleo e përshkroi më parë periudhën 3 vjeçare nga viti 2022 deri në 2024 si nga më sfidueset në historinë e sektorit. Thatësirat e mëdha dhe vapa përvluese në Europën jugore shkatruan pjesë të mëdha të plantacioneve të ullirit, duke kulmuar me një rritje maramëndse të çmimeve që tronditi si industrinë ashtu edhe konsumatorët. Çmimet e vajit të ullirit kanë rënë që nga ajo kohë, duke nxitur gjithnjë e më shumë konsumatorët amerikanë të përqafojnë këtë produkt që prej kohësh ka qenë një element kryesor i një diete të shëndetshme mesdhetare. Ky stabilizim i furnizimit të tregut siguron parashikueshmëri më të madhe në të gjithë zinxhirin e vlerës dhe na lejon të parashikojmë një mjedis më të qëndrueshëm çmimesh. Kjo nga ana tjetër po nxit një rimëkëmbje të kërkesës globale të familjeve, tha Valdez. Krahas Italisë dhe Greqisë, Spanja është nga prodhuesit kryesor në botë të këtij produkti të çmuar dhe një referencë globale për çmimet. Çmimi i vajit të ullirit ekstra të virgjën në Spanjë ishte në 3.9 euro për kilogram sipas dhënave të fundit javore të Komisionit Evropian, duke vazhduar një trend të qëndrueshëm në rënje që nga fillimi i vitit. Në janar të vitit 2024, çmimi ishte në një rekord prej 9.3 euro për kilogram.